Zoti Sula e kuptoi revoltën tuaj të drejtë. E kam dëgjuar shpesh këtë shpikjen e thasve dhe më lejoni t'ju informoj se ndoshta ju nuk e dini, po të paktën nëse pyet diku më thellë brenda asaj që ka mbetur nga partia juaj, ju 40.000 vota prisnit nga diaspora. 40.000. Dhe keni marrë 47, keni dalë pak më mirë se të shprisnit. Po, pyti. Shko pyti ata të tutë. Pyet edhe Baba Bufin, po ke dëshirë. A shprisnit. Prisnit 40.000, keni marrë 47. Edhe ti vetë, se hape një zyrë atje në Athinë, shumë mirë bëre, çështje strategjie elektorale. Ai sa regjistrove, more? Sa që regjistrove, more? Po e di, se ma shkruan një nga ata tu tani, prandaj. Më thot, sa që regjistrua, morëm, thoja, thot, deputetes, thot, kryetari PD-s, thot. Kështu që në këtë aspekt, ju nuk është diversion, unë shkot, e di, unë do të bëj dhe forward. Tani, bashkë me numrin e telefonit, tani, lëreni këto se latë namë. Nuk ka pas kuti votimin diaspor, o zonjë. Nuk ka votuar njëri në për qytete. Jo, fare. Kutit e votimit ishin mjetë magazinimi në KQZ. Dhe për ata që kanë pak eksperiencë politike, një kuti nga ato që u përdorë në numrim, është si një sample sondazhi. Si ju kam gjuar për ditë toni për pse dalin një lloj. Po kur bën një sondazh, merr një kuotë saktuar dhe ajo reflektohet e njëjtë kudo. Po ju nga sondazhet keni frikë. Por si ka mundësi që në të gjitha zgjedhjet që u humni, edhe sondazhet japin njëjtin rezultat. Të gjitha sondazhet që u bën dhanë rezultatin që humni thellë. Tani kthej përgjigje këtij të partisë tënde se thotë aq morëm sa regjistruam.